Tash për datën e saktë të vendosur për atë çështje nëse vim deri te një situatë e tillë ku as partia e parë dhe as kushdo që mund ta ketë mundësinë e dytë, sepse ajo është në diskrecion të institucionit presidentës, nuk arrin, atëherë janë afate të caktuara me kushtetut, por edhe me aktgjykim të gjykatës kushtetuese. Ka disa aktgjykime në fakt lidhur me këtë temë që e qartësojnë këtë çështje, por pastaj afati që japet është 30 deri 45 ditë. Dhe këtë datë unë do ta vendos në përputhje me interesat e Kosovës dhe pas konsultimit me partitë politike. Mirë po unë nuk do të ngutesha që të jap supozime se do të dështohet në krimin e qeverisë, ka ende edhe pak kohë ta shohim. Shpresoj që të ketë angazhim maksimal për krimin e qeverisë Kosovës, sepse qytetarët kanë votuar me datën 9 shkurt të këtij viti që të kenë institucione, jo që të rikthehen në zgjedhje. Si totalisht të panevojshme, sepse ju e dini që ka pasur vonesa të jashtëzakonshme. Po vetëm nëse mundesh pak më. Faleminderit. Ka pas vonesa të jashtëzakonshme në krimin e institucioneve. Dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini, me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara, kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që kuvendi është konstituar, në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot.